Meritorët për sigurinë publike, rendin publik, ruajtjen e jetës dhe trupit të qytetarëve tanë, natyrisht dhe pas një medyshja janë të vetmit policia e Kosovës. Gjatë këtij viti në policinë e Kosovës kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm djemë dhe vajza tona. Por ata të cilët sot para jush do i vlerësojmë, do i nderojmë, se pako me një mirënjohje janë zyrtarët policor Labinot Shala, Beslim Kelmendi, Fisnik Bytyshi, 3 zyrtarë policor të cilët përmes heroizmit, profesionalizmit, guximit jashtëzakonshëm në kryet të detyrës zyrtare, për rastin e ndodhur në afërsitë të gjykatës themelore në Pejë, janë meritorët që viti 2025 përfundoi pas një viktim dhe pas një rast vrasje. Andaj të nderuar, sot para jush dhe para qytetarëve të Republikës Kosovës, si kryeprokurore, kam kënaqësinë dhe nderin që ta zyrtar t'i nderoj për mirënjohje, për guximin, profesionalizmin, heroizmin e treguar në kryen e detyrës zyrtare në shërbim të sigurisë së qytetarëve. Para se t'i thras zyrtarët policor, dua t'ju them që Labinot Shala, Beslim Kelmendi dhe Fisnik Bytyshi, 3 djemë të ri, të cilët kanë dhënë vlerë dhe kanë ngrit besimin e qytetarëve. Kanë dhënë krenari për reprorët dhe policinë e Kosovës. Kanë ngrit dimension më të lartë policinë e Kosovës e po ashtu edhe prokurorinë e shtetit. Kur kem kësi zyrtar policor dhe kësi djemë, sigurisht që ndihemi krenar të gjithë. E pa me dyshje, sot do jenë krenar të gjithë qytetarët dhe pa tjetër e pa me dyshje familjarët e tyne. Atëherë të nderuar, Zoti Labinot, kjo mirënjohje për juve, sukseset me të tjeshme, jem krenar dhe të lumtur. Zoti Beslim, urime, krenar me juve, sukseset me të tjeshme. Zoti Fisnik Bytyshi, urime, sukseset me të tjeshme, krenar. Këtu kemi edhe komandantin e stacionit policor në Pejë, zotin Faik Jamurataj, i cili pa me dyshje është më shumë se krenar sot kur renditën 3 zyrtarët policor të stacionit ku i njëjti është tepror me mirënjohje, të paktën për vlerat që kanë treguar dhe motivin që ju kanë dhënë të gjithë gjeneratave të reja të policisë, të cilët do të renditen në kryerje të detyrave zyrtare. Faleminderit shumë edhe një herë.